kishte këtë zoti Veliaj politikisht. Enkeleda, kjo është pyetja që kam shumë qejf të më japësh një përgjigje siç jep Enkeleda Mema. Pikpyetje e madhe. Unë kam pikpyetje e madhe nëse Erion Veliaj është tradhtuar nga të tijët, pra nga rrethi i tij ngushtë, bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, nëse është tradhtuar nga të tijët dhe nëse këta tradhtar të tij, pra të rrethit të tij të ngushtë, kanë gjetur një, le ta themi, padron, kanë gjetur një padron më të fuqishëm se Erion Veliaj, që në këtë rast duhet të jetë kryesocialisti Edi Rama, dhe nëse kryesocialisti Edi Rama mund të jetë ndjer, nëse është ndjer, deri diku i kërcënuar nga fuqia politike, ekonomike e Erion Veliajt. Edi Rama i kam dyshime për këtë, nëse, po the. Se jo, unë e kam dëgjuar këtë që Rama ka kuptuar që Veliaj po grumbullonte shumë pushtet dhe çfarë? Dhe aty rrezikoi, Rama i rrezikoi? Jo, absolutisht. Në asnjë moment nuk i rrezikoi. Ajo që është në bindje është që mbasi Rama të largohet me dëshirën e tij, aty sigurisht Veliaj kishte drejtën e Zotit që të luftonte politikisht. Po, tani këtu është lufta. Po. Kush ishte ky apo kjo konkurrent? Nuk di ta them kush ishte ky apo kjo konkurrent, sepse unë nuk jam e bindur. Nuk është Zonja Balluku? Jo. Nuk e shoh. Sigurisht që ata mund të kenë rivalitet, dhe është krejt normale që Partia Socialiste të ketë rivalitet për atë që do të jetë pasardhësi i Partisë Socialiste, por nuk besoj që mund të jetë Belinda Balluku. Kam një dilemë në këtë çështjen e Erion Veliajt. A ishte ky një investim për ta çuar pas hekurave Erion Veliajt një investim i brendshëm, pra brenda kufive të Shqipërisë dhe i politikës shqiptare, apo të kemi bëjmë një investim përtej kufive të Shqipërisë? Se kuptova këtë. Pra, se përtej kufive? Përtej kufives, a kemi në lojë shërbime të caktuara të huaja, të cilat mund... Këte kam pikpyetje, e kam shumë pikpyetje këta. Këtu e di si po flesit sa gazetarë që i kam shumë për zemrën të kronikës zezë, që si pas burimeve të mia dhe thonë i gjë që zvërtetohet kjo. Të se kam burim dhe nuk e mundësi ta kesh burim këtë. Kush e thot këtë gënjen, se nuk e mundësi ta kesh burim këtë. Si pas burimeve të mia dhe pasaj... Këte kam një dilem. A është një proces si pasoj vetëm e politikës së brendshme, apo është si pasoj një procesi edhe përtej politikës së brendshme? Pra, pak më jashtë se politika e brendshme. Këtë kam një dilemë. Do thënë armiku i jashtëm është bashkuar me armikun e brendshëm dhe kanë goditur Erion Veliaj, thonë. Okej, ti e the shumë të thjeshtë, e bëre si shumë të thjeshtë, e thjeshtëzove shumë, por këtë e kam dilemë, por e kam ende dilemë, nuk kam asnjë prova. Nesi Angoni kush është në PS? Nuk e di kush është Nesi Angoni. As vetë Edi Rama nuk e di ndoshta kush është Nesi Angoni, sepse e kam pyetur kryeministrin, me që ai është njëri i karrierës politike se kush është Nesi Angoni, por nuk e kemi një përgjigje kush është Nesi Angoni. Nesi Angoni mund të jetë... Edi Rama nuk e gjen dot kush është Nesi Angoni. Kryeministri i Shqipërisë ka gjë shërbimet i ka ndor. Po patjetër. Tani me thënë ty me të dhënë urdhër ty një shef i yt, Enkeleda, ke një muaj kohë, mos hajde fare redaksi, më gjej Nesi Angoni ti do ta gjesh. Jo kryeministri i Shqipërisë, po patjetër, mos hajde në punë, një muaj. Ama do ta gjesh dhe ti do ta gjesh. Jo kryeministri i Shqipërisë nuk e di se kush është Nesi Angoni. Mos bëjmë naivin tani kot. Po nuk po them se bëjmë naivin, po unë nuk e di kush është Nesi Angoni. Domethënë nuk dua të them që ti e di Engeleda po se thua, okay, jo të kuptoj edhe unë po t'isha vendin tënd. Nesi Angoni mund të jetë një njeri i rëndësishëm i Partisë Socialiste. Është brenda PS-s. Mund dëgjoj. Nesi Angoni mund të jetë një njeri i rëndësishëm i PS-s. Nesi Angoni mund të jetë një njeri i rëndësishëm brenda strukturës së posaçme. Nesi Angoni mund të jetë një shërbim sekret, mund të jetë një shërbim i huaj. Nesi Angoni mund të jetë kushdo, Roland. Ne këtë nuk e dim, sepse Nesi Angoni është thjesht një emër, por pas emrit çfarë qëndron një tek individ, apo qëndron më shumë se një tek individ. E bëre vetë pyetjen, përgjigju vetë pyetjes që bëre vetë. Prandaj e bëra këtë pyetje. Jo, bëre pyetjen vetë, përgjigju vetë tani. Po nuk i përgjigjem dot pra. Nuk i përgjigjem dot. Nuk i përgjigjem. Prandaj e ngresi pyetjen. Më thuaj cilët janë kandidat për potencial për Bashkinë e Tiranës nga Partia Socialiste. Unë kandidat të mundshëm shoh Ogerta Manasterliu. Do doja shumë që në fakt njerë në garë për kryetaren e Bashkisë së Tiranës të kishim një grua, dhe unë e shoh Ogerta Manastiliun si një na mbyllët ju grata. Çfarë bëni kështu? Sidomos ju të PS-s, domethënë ju të mbulon PS-s, nuk je na mbyllët ju grata. Çfarë bëni më? Po do të ishte interesante të kishim edhe një grua. Edhe ti si Rama. Shefe shërbimit sekret është grua. Ministrat e mbrojtjes mbaroi punë zoti Rama. Për të parë Mimi Kodheli.
Apo Edhe Ukta Gjaçka ka qenë ministre e mbrojtjes. Po para ka qenë Kodheli. Nuk ka madje edhe në rajonin ton madje. Dhe tani në mos gaboj ka ngelur për ministri brendshëm vetëm Ministri brendshëm për Ministri brendshëm, më duket se ka mbetur pa drejtuar nga një grua. Dhe kulmi ishte që nga në mos gaboj 18-19 antarë të kabinetit, vetëm 4-5 ishin burra. E kuptoti tani ne jemi kështu qeveri nordike, norvegjeze, suedeze, tani na mbytur ju gratë. Është gjë e mirë kjo? Gruaja forcë e madhe. Atëherë rrim këtu te Bashkia e Tiranës, Manasiliu 1. Manasiliu besoj, Blendi Gonxha është një emër i mundshëm për shkak të rezultatit që ai prodhoi në zgjedhjet e 11 majit. Unë shoh këto dy kandidaturat si më të mundshme të Roland. Mendoj që janë kandidatura të rëndësishme, të forta të Partisë Socialiste për qendrën e Tiranës, edhe pse pyetja e madhe është kush do jetë kundërshtari. Sepse te kundërshtari është mendoj që është një siklet i madh për këta. Jo, për të fituar, nuk është problemi për ta fituar këta. Problemi është Roland kush do ta marrë këtë përgjegjësi për t'i dalë përballë kandidatit të Partisë Socialiste. Këtë po them. Kush do ta marrë? Kush është ai që do rrezikoj? Kush do ta ai që do rrezikoj dhe kush do ta ai që do t'i vë karrierën e tij. Do kthejmë, po prit këtu tani. Do të Manasiliu dhe Blendi Gonxha. Blendi Gonxha. Mund të kemi dhe surpriza, këtë ne nuk e përjashtojmë sepse as unë as ti dhe një pjesë e madhe nuk jemi në kokën e Edi Ramës dhe çfarë mendon Edi Rama. Unë them që janë dy emra të mundshëm të Partisë Socialiste, për që në garën e Tiranës. Çojë Rama në mëngjes, e ka parë dhe në ëndër, edhe thot Engeleda Mema kandidate. Jo, nuk besoj se Rama është kryeministri që çohet në mëngjes dhe shikon në ëndra. Unë mendoj që Rama është një. Unë merr mendim për këtë gjë, i merr mendim. Jo, nuk po thoj këtë, absolutisht nuk merr. Ai thotë Engeleda Mema kandidate e Bashkisë. Jo, besoj kam përshtypjen që ai është një njerëz pak më afatgjat. Pra ai unë nuk besoj që Edi Rama është njeriu i çastit të fundit dhe i rastësisë. Besoj që ai është një njerëz që e ka strategjinë e tij e shtri në kohë. Pra ai e di kur nga pika A do shkojë te pika B te pika C. Po është i qartë. Pavarësisht se Rama shpeshherë mund të shfaqet si njeriu që do ta arrijmë të marrëveshje, do ta bëjmë, por unë mendoj që Rama është njeriu që gjithmonë e ka planin B ose asin tjetër nën mangë. Për çdo situatë, ai ka gjithmonë një as tjetër se si do shkojë tek zgjidhja të cilën ai ka projektuar në mendjen e tij, ka vendosur. Ç'është kjo aftësi, sepse ti e njeh shumë mirë dhe jo, nuk e njeh shumë mirë Edi Ramën, them të drejtën. Ti e njeh shumë mirë, por lëre tani. Ti e njeh, po ti nuk je bashkëpunëtor Edi Ramës, por ti si gazetare e njeh shumë mirë, po them. Për së largu. Po për së largu. Ti mbulon Edi Ramën, ti më thua për së largu. Çfarë për së largu moj? Po e mbuloj Partinë Socialiste, por është ndryshe që ti t'jesh pjesë në brendësitë Partisë Socialiste, dhe është ndryshe ti t'jesh. Ti je shoqja e Edi Ramës. Ti je gazetare që mbulon Edi Ramën dhe ke shumë informacion. Pik. Ktu nuk e vëm në diskutim të. Tani, si ka mundësi që Edi Rama arriti të ka përzier dhe parashikimet edhe atyre, po themi, më entuziaste dhe të bëj këtë që thatë ju, pra të kalkuloj në mënyrë gati me saktësi kirurgjikale lëvizjet e tij si një lojtar shau, dhe këtë s'ja mohojmë dot këtë. Po. Shiko, Partia Socialiste nuk futet në garë elektorale me duar në xhep, Roland. Pra nuk futet me idenë që ne jemi partia në pushtet dhe me patjetër neve do të na votojnë. Partia Socialiste shkon me një plan shumë të saktë dhe me një si them një analizë të detajuar të gjithë territorit të Shqipërisë. Të gjithë, në çdo qelisë. Partia Socialiste është e mirë informuar, e mirë saktësuar, ku i ka njerëzit, sa vota ka, si ka lëvizur trendi i votës, nga qeliza më e vogël, nga njësia më e vogël administrative deri në njësinë më të madhe administrative. E dinin ata për këtë do votonte Engeleda Mema? Unë besoj që po. Ata janë shumë të qartë. Çfarë thua moj? Ata kanë një. Me vërtetë ke? Tani, e din ata se këtë do votojnë Engeleda Mema, se mos e bë pyetjen kaq se duket si pyetje banale, e di Engeleda do votojnë Engeleda Mema. Pyetje banale nuk ka. Ka përgjigje banale. Jo, duket sikur e bëjmë banale se ai di ai se këtë do votojnë, se unë nuk votoj Partinë Socialiste. Heqim emrin e Engeleda Mema. Që t'jemi të qartë. Nuk e voton. Unë nuk e votoj Partinë Socialiste. Gazetari që mbulon Partinë Socialiste nuk e voton Partinë Socialiste. Kjo është perl fare. Po mirë, po themi. Po ti këtë mos e bë super lajm. Jo, po këtu jemi, po këtu për çajmin e Engeleda. Këtu për lajm jemi. Po më ndrojmë me Engeleda Mema. Po themi, e di Partia Socialiste për kë votoi Roland Qafoku? Patjetër, sepse ata kanë të gjithë njerëzit e tyre të shpërndarë në terren për të identifikuar çdo votues të tyre. Ata bëjnë një analizë shumë të mirë të trendit të votës. Dhe nuk e bëjnë trendin e votës Roland në zgjedhjet e fundit. Ata bëjnë trendin e votës në vite.
në vite, në muaj, pra këtë bëjnë trendin e votës ata, prandaj ata janë me një dokument të sakt para syve. Edi Rama ishte i bindur që do t'i merrte mbi 83 mandate. Dhe në fakt, po ta shohësh, edhe tek ai memorandumi i Kuçit, e ka vendosur atë pikën pikërisht aty ku i dole. Po si ka mundsi? Sepse ka këtë dokumentin, në Roland. Nuk është si Partia Demokratike që futet në garë dhe nuk di ku ka votuesit, si ka ndryshuar votuesit. Nuk e di, Partia Socialiste e di shumë mirë. I di njerëzit, ori ka të ndarë me bloqë, Roland. Më ngacmove me këtë të Kuçit, ka bërë një kapërcim zoti Rama, se ti e gazetarëve mëndshme. Në fillim, mos gaboj 6 muaj para, tha PD-ja do marrë ai sa ka marrë në feshtatën, dhe në feshtatën hapa arkivat. Ka që kjo është lojë emocionesh lart. Do të thënë ai po ta dëgjoj. Se ishin 27 mandate. Unë hapa arkivat 27 mandate kishin ftuar PD-ja në. Patjetër, po unë kam përshtypjen që kjo është lojë emocionesh që luan, sepse njëherë thanë ne do shkojmë në 74. E la me shnim. Pastaj tha ne do të jemi në 71. Kjo është lojë emocionesh që luan ti me kundërshtarin, por edhe